Maj Poliklinik në Prizren tani ka një përkushtim shtesë për shëndetin e banorëve. Kështu gjatë verës ka zgjatur orarin e punës. Çdo ditë shton kuadro profesionale, ofron komoditet maksimal në qendër të Prizrenit në lagjën Jeni Mahalla. Tani me aparaturat e fjalës së fundit kryen shërbime të shumta, si laboratori për analizat të gjakut, mjekësi e përgjithshme, vizita shtëpiake, certifikata mjekësore për shkollë për punë, certifikata mjekësore për patent shofer, shërbime pediatrike, kirurgjie përgjithshme me intervenime ambulatore, pulmologji me ultrasonografi diagnostike, shërbime të rëntgenit, shërbime oftalmologjike, shërbime internistike hematologjike, shërbime internistike gastroenterologjike, shërbime internistike kardiologjike dhe shërbime internistike endokrinologjike. Tani është bashkangjitur edhe Sanies e Kaxhiu Shpejti, mjeke përgjithshme e cila pas diplomimit në Turqi me njëherë është kthyer në këtë poliklinik për t'i shërbyer bashkë vendasve të saj dhe me këtë rast ajo po si ligjëruese në Kolegjin Universum me përkushtim të pashoq po angazhohet në Maj Poliklinik, duke ofruar vizita mjekësore, marrje të gjakut dhe analizat laboratorike, terapi dhe intramuskular, monitorim të parametrave vitale, kujdes për plagë dhe shërimin e tyre, ndërim të katerit urinar dhe mbi të gjitha duke ofruar për kujdesin shëmbullor të mjekës profesioniste. Po kështu tashmë në këtë poliklinik është dhe doktor Isof Krasniqi, gastroenterolog, i njohur për punën profesionale dhe për kushtimin human. Tha se këtu është që 8 muaj dhe kjo poliklinik është ndër më modernat në vend. Këtu zakonisht i realizojmë këto shërbime, vizitat specialistike, procedurën e ultrazonit transabdominal, procedurat endoskopike, gastroskopin, kolonoskopin, edhe kapsullë endoskopin. Në procedurat endoskopike, gastroskopin diagnostike, kolonoskopin diagnostike dhe disa procedura intervente, si që është baloni gastrik, polipektomia, dalja gjakderdheve dhe disa procedura tjera që do t'i realizojmë gjatë hapave të lotutjeshme. Kushtet e punës Maj Poliklinik janë nivelit të jamat në altë në Kosovë. Rrallë në poliklinik në Kosovë ka kushtet si tona. Këtu pacientat sigurisht që ndahen të knaqur se nuk kanë ra, kur u caktohet termini realizojnë me kohë. Pastaj ka bërë një apel që këtu mund të marrin shërbime për çdo ditë nga ora 16 deri në orën 22. Këtu mund të merren shërbime profesionale. Mesazhi janë për qytetarët e Prizrenit, qytetet Prizrenit dhe qyteteve rreth Prizrenit, siç është Raveci, Suareka, Dragashi, sa ata gravidojnë këtu. Këtu mund t'i gjenë të gjitha shërbimet me çmime të volitshme dhe të nivelit pothuajse si në Prishtinë, nuk ka nevojë me shku në Prishtinë mos rrallat me hub kohë dhe pare. Krejt ato që ka mujnë me kryu në Prishtinë, mujnë me kryu edhe këtu të ne, edhe e ka një shërbim që është afër tyre. Shërbimet në lemin tonë, ngushtë, se në him në shërbimet e mjekësisë së përgjithshme, mjekësisë së smundjeve të mrendshme apo interne që shoqërit më herët, mund t'i marrin gati çdo ditë, se këtu janë disa shërbimet e mjekësisë së smundjeve. Për punën time mund t'i marrin shërbimet prej të honës dhe të premten. Prej orës 4 deri në 10. Domethënë është një orar i përshtatshëm ku mund të realizojnë të gjitha këto çështje më lartë. Pra Maj Poliklinik është në shërbim të qytetarëve me profesionalizëm dhe përkushtim.